86 vite më parë, më 7 prill 1939, nisi pushtimi i Shqipërisë nga Mbretëria e Italisë. Vetëm 6 ditë më pas, më 12 prill 1939, vendi ra nën kontrollin e plotë të regjimit fashist të Benito Mussolinit. Ky pushtim ishte rezultati i politikës imperialiste të diktatorit italian Benito Mussolini. Fushata ushtarake zgjati vetëm disa ditë dhe përfundoi me pushtimin e plotë të Mbretërisë së Shqipërisë. Sundimtari i vendit, mbreti Zog i parë, u detyrua të largohej nga vendi së bashku me familjen e tij. Megjithatë, pushtimi ushtarak nuk ishte një rufe në qiell të hapur. Prej vitesh, Italia kishte ushtruar ndikim të fortë ekonomik dhe politik mbi Shqipërinë, duke e zhytur në borxhe dhe duke marrë kontroll të konsiderueshëm mbi institucionet dhe infrastrukturën e saj. Që nga konferenca e ambasadorëve e vitit 1921, Italia ishte pozicionuar si kumbara e Shqipërisë, duke përgatitur gradualisht terrenin për aneksimin e saj. Në rastin e kësaj date të rëndësishme për historinë e popullit shqiptar, televizioni Apollon ju drejtua drejtorit të Muzeut Historik të Qytetit të Fierit, zotit Ilirian Gjika. Në një deklaratë për këtë ngjarje historike, zoti Gjika e përshkroi 7 prillin si një ditë simbol të luftës së popullit shqiptar dhe ati myzeqar për liri dhe dinjitet kombëtar. Në kohë të bëjmë një retrospektiv të zhvillimeve historike të kësaj dite. Në 7 prill të vitit 1939, forcat ushtarake të Italisë fashiste do të zbarkonin në 4 portet detare të Shqipërisë, në Shëngjin, në Durrës, në Vlorë dhe në Sarandë, dhe do të pushtonin në mënyrë të shpejtë Shqipërinë. 7 prill i vitit 1939 është preludi i fillimit të vitit të luftës së dytë botërore, e cila siç nifet nga historia, nisi pikërisht në 1 shtator të vitit 1939. Pra, Shqipëria është vendi i parë që do të binte viktim e agresionit të bllokut fashist Rom, Berlin, Tokyo. Kjo ditë përkujtohet në institucionet e ruajtjes së memorjes historike, siç është dhe Muzeu Historik Fier, me aktivitete të karakterit memoristik, ku preken nga afër zhvillimet e ngjarjeve të kësaj dite dhe evokohen dhe përkujtohen me nderim dëshmorët të cilët ranë në 4 këto vende bregdetare të Shqipërisë, në portet detare, por dhe pak më tej, aty ku ishin kushtet të favorshme për të zhvilluar rezistencën antifashiste ndaj trupave pushtuese italiane, dhe jo vetëm në aspektin kombëtar, por dhe në aspektin vendor, lokal. Nëse do të më ndihni, unë do t'i referohem një figure, është figura simbole kësaj dite, Mujo Ulqinaku, i cili së bashku me bashkëluftëtar të tjerë, do të ishte protagonisti kryesor i kësaj dite pikërisht në Durrës, aty ku u zhvillua dhe rezistenca më e fuqishme ndaj trupave italiane. Por në aspektin vendor, do të ndalem tek një figurë për Fierin, tek dëshmori i parë i rezistencës antifashiste, Hamdi Metaj, i cili do të ishte pjesë e grupit të ushtarakëve shqiptar dhe të patriotëve, të cilët do t'i kundërvijeshin me armë kolonës së pushtimit italian që zbarkoi në Vlorë, me pikë zhvillim qytetin e Fierit, Beratin dhe vendburimin naftëmbajtës të Kuçovës. Dhe pikërisht betejë ku grupi i patriotëve, i burrave dhe djemve të Fierit që bën këtë rezistencë antifashiste, do të organizohej në kodrat e Bestrovës, në ulishtet e Vlorës, ku prej një dite dhe një nate do të zhvillohej një rezistencë aktive
e cila vetëm ditën e nesërme, pas ditën e datës 8 prill, dhe në goditjen e forcave të artillerisë italiane, të ankoruar në të artillerisë të luftanijeve italiane të ankoruar në gjirën e Vlorës, vetëm atëherë do të thyhej dhe pas ditën e datës 8 prill 1939, forcat ushtarake italiane nga Vlora do të pushtonin qytetin e Fierit. Pra, në këtë ditë, ne nderojmë me respekt figurat e dëshmorëve të rezistencës antifashiste, përfshirë dhe Hamdi Metajn, një Mujo Ulqinaku në miniatur për Fierin, dhe përkujtojmë me nderim dhe respekt dhe ngjarjet e këtyre 2 ditëve të rezistencës antifashiste, të 7 dhe të 8 prillit 1939.